Big Basta, e ke parë Tiranën normalisht me lojtarë shumë të mëdhenj, edhe me emrat të tjerë, ose që kanë përshtypjen nga fillimi i sezonit, e mëtej ndoshta nga Messi në fund arrijet të është shumë e vërtet. Të kishe një lloj grupi dhe thoje që okay, ky është lojtari i Tiranës që të paktën në mbrojtje e bën mirë apo qendër sulmuesi kryesor. Sot nuk e di nëse ke një emër që Po ndoshta sepse jemi në zanafillën e krijimit një ekipi të ri për mendimin tim. Domethënë nuk du se patush je shumë emocional, je shumë emotiv, e kuptoj këtë lloj pjesë sepse ti je ndjen, sepse ti ke qenë vetë pjesë e saj, edhe më pëlqen, po nëse do flasim neve të gjithë kështu për Tiranën tonë. Atëherë ne vetëm i demotivojmë. A kuptoj, nuk domethënë kemi ta t'i japim një çik më tepër dhe mendoj e di, realitetin do ta pranojmë. Të pyes për diçka? Ata 11 gjufolësit që janë atje na kuptojnë mua e ty? Po jo, ma nuk na kuptojnë, po prandaj se këtu desha me dal. Se këtu doja me dal. Të bëjnë golin, ata të bëjnë golin, të mbrojnë mirë. Që t'ua përkthejnë se çfarë ky klub don. Është okay, s'ka lidhje, i gjehet edhe përkthyesi, nuk ka lidhje më se nuk. Po nuk e gjej dot. A di çfarë mendimi komun? Ka financat për futbollistët, pastaj për përkthyesit. Unë shoh nga televizori, edhe shpesh herë nga stadiumi. Unë mendoj që ka nevojë për një trajner. Tirana. Çfarë do të thonë ka nevojë për një trajner? Ka nevojë për një trajner i cili për një emër, dëshira ime është, ja thash edhe para se të fillonte emisioni, Liri Daja, por mendoj që trajneri ka për të dhënë, mendoj që po do ta jep në avash. Po mendoj që trajneri jepi motivim të jashtëzakonshëm lojtarëve.